Një shënim I cili besoj ja vlen, sepse në këto javë, në këta muaj, po flitet për paketën e maleve. Natyrisht, kur them po flitet, kam parasysh vetëm çka themi ne për të informuar publikun dhe mbi gjitha për të informuar ata të cilët shikojnë nga Shqipëria dhe dëshirojnë që të investojnë kursimet e tyre në tokën e të parëve apo në rindërtimin e një shtëpie të vjetër të gjyshërve mes maleve, por edhe flitet nga shumë kush që si gjithmonë dhe për gjithçka deformon, devijon e kështu me radhë. Por nuk është kjo përmbajtja e këtij shënimi, por është ajo çka I shtohet paketës maleve, si një projekt I quajtur Porta e Alpeve, që përbën një ndërhyrje të drejt për drejt me një investim masiv prej 100 milion eurosh I bashkëfinancuar me Bankën Evropiane të Investimeve për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit me fokus turizmin malor. Është një projekt për cilin kemi punuar për një kohë gjatë, që synon të lidhë më mirë zonat e veriut me njëra tjetrën dhe me pjesën tjetër të vendit pa dyshim, duke krijuar akseset të lehta dhe të qëndrueshme gjatë gjithë vitit. Përfshihet përmirësimi I infrastrukturës rrugore dhe transportit, përfshihen investime në ujësjellës dhe menaxhim të ujëve të zeza, si dhe ndërhyrje në zhvillimin urban dhe restaurimin e asaj trashëgimie të vyrë historike që ka edhe në zonën e veriut, në ndërkohë që patjetër nuk mund të ishte jashtë projektit edhe kujdesi për të siguruar, për të garantuar gjithë ato pjesë të mrekullueshme natyrës që duhet mbeten të paprekshme. Kjo është qasja e integruar e një projekti që nuk trajton vetëm një segment, një aspekt, por ka një shtrirje gjithë territoriale dhe synon, e besoj, ka të gjithë potencialin për t'i dhënë një nxitje ekstra zhvillimit të turizmit dhe të ekonomisë në veriun e vendit. Besoj që me këtë shënim mund t'i bëj edhe një përshëndetje të posaçme të gjithë atyre që sa herë flitet për veriun me njëherë fillojnë flasin për qartë për qeverinë që nuk ka bërë mjaftueshëm për veriun dhe një përshëndetje shumë miqësore duke u thënë që sa ka bërë dhe sa do të bëjë kjo qeveri për veriun e vendit nuk kanë bërë të gjitha qeveritë e marrë së bashku, se për ato që vijnë pas nuk dua të flas, po të gjitha qeveritë e marrë së bashku qysh se Shqipëria ka hyrë në rrugën e liri demokracisë që e dim të gjithë se si filloi, si vazhdoi dhe të gjithë shohin se si po transformohet në funksion të gjithë shqiptarëve dhe në funksion të gjithë Shqipërisë.